ju bërë shkaktar që neve në ngritën i qikët e pensionit. Nuk i ngritë pensionit, jo. Dhanë qik më shumë bonus, po. Dhanë qik bonus më shumë, po. E vërtetës. Bërë protesta. E vërtetës. Që u ngritë pak. Kur t'jemi në parlament do bëjmë shumë më tepër. Edhe i vëm mbas murit. Te dëshirojmë edhe neve, nuk e di. Po i vurit mas murit, bravo qoftë. Vështirësi tamam mas murit e i dhe. Po i vurit mas murit. Ju falenderoj vërtet shumë. Ne u ndjekim shumë. Edhe debatin që ke bërë të Bledin, ne kemi qenë, t'ishim atje, bilem që ti pragushtonim dhe Bledin për fjalët që fliste. Unë ju falenderoj shumë për përkrajen. Neve duham një frymë të re. Duham që edhe neve vërtet jemi të kënaqur kur t'na përfaqësoni. Jo të vini njerë në 4 vjet, edhe të përfaqësoni dhe njerë në 4 vjet vini të na takoni. Të pak të njerë në vit të na takoni neve brezin tonë, se jemi brezi më i harruar. Kemi vuajtur 50 vjet me Enverin, edhe po vuajmë edhe tani 35 vjet. Qartë të drejtë kemi. Prandaj duam një përfaqësues që t'na përfaqësoni. Do ju përfaqësojmë me dinjitet e me seriozitet. Se dëgjoj, ne jemi sot edhe nesër mundet mos jemi, se nuk dihet, mosha bën jam 70 vjeçe. Jam 70 vjeçe. Kemi edhe juve, Kam një nenë 90 vjeçe që s'ka asnjëri, është në Ribofsh të Fierit, s'ka asnjëri, ka rritur 10 fëmijë, kanë marrë den edhe kanë ngelur vetëm, është e krusur, nuk ka një njeri. Llogarit se çfarë jete është. Çfarë mundet të themi? Prandaj ne duam një përfaqësues të denjtë, të fortë e ta ngrej zërin deri në qiell. Keni për ta gjetur tamam me votën tuaj. Mirela është kandidatja jonë e parë e qarkut Fierit, vajzë shembullore, aktiviste me përvojë. Nuk e njohim ty, po, ty ti njohim. Po ta njihni edhe më mirë se unë do ju dal përfundimin. Dgjoj, bravo, ti ke ditur se çfarë ke zgjedhur, se nuk je një pedagog, je një ashtu detyrimisht. Kam njekun Messenger, kam njekun YouTube. Te Bledi Fevziu, aq më është bërë qefi që ju kundërvure Bledi Fevziu një natë që po debatonit bashkë aty, mu bërë qefi. Të vërtetën, gjithmonë emër të vërtetës. Ti gjithmonë ka thënë një të vërtetë. Edhe shkaktar që neve në Angli, besoj se je bërë. Besoj se po, ne protestat tona ka qenë. Faleminderit. Ne vetëm të ishim larg, po edhe kur ke bërë protesta, unë do doja t'isha atje te këmbët e tua. Do takohemi shumë shpejt, do ritakohemi. Gjithë të mirat.